vizave, Spanja dhe Armenia në njohën pasaportën dhe shtuan miqësi të jashtme me shtetet. Sot është dita e parë e vitit 2024, por njëkohësisht është edhe dita e parë e udhëtimit pa viza. Larguam strukturat kriminale barrikaduese dhe shtrim sovranitetin në pjesën veriore. Zbrapsëm planet të Serbisë për aneksim të veriut, për dëmtim të infrastrukturës kritike. Energjia elektrike dhe tatimin në pronë atje tash paguhen sepse sundon shteti. Investuam në forcat e sigurisë si asnjëherë më parë, duke trefishuar buxhetin, katërfishuar trajnimet, duke blerë sistem modern të armatimit si drona Bayraktar, sistem antitank Javelin, helikoptera Black Hawk dhe tash po ndërtojmë fabrikën e municionit. Ndaluam gjakderdhjen financiare, i kthyem terminale doganore në shtet dhe i kthyem ndërmarrjet publike në ndërmarrje fituese. Padrejtësisht e çuditërisht, kjo hapësirë i është privuar Trepçës për terminal doganor dhe i është dhënë një privati jashtë zonës së Trepçës. Në këtë mënyrë kanë humbur bizneset, ka humbur Trepça dhe ka fituar një privat. Shtuam të hyrat preliminare tregoj një gjë të vërtet, të saktë, të qartë. E kjo është lëvizje vetëvendosje është fituese